Ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani një sheg çdo ditë. Shegët mbrojnë dhëmbët, mbrojnë zemrën, luftojnë ftohtin dhe gripin, ndaj konsumohen edhe si një frut mjaft i shijshëm gjatë sezonit të vjeshtës. Ato konsiderohen si fruti më i rëndësishëm i shëndetit tuaj. Dhe pikërisht janë këto disa nga arsyet pse duhet të keni këtë frut në menun tuaj ditore. Shumë studime kanë vërtetuar se është një nga lëngjet më shëruese në botë për shkak të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e problemeve të gjirit, prostatës, zorrës së trashë dhe parandalojnë gjithashtu nxitjen e problemeve të ndryshme. Shega është e mbushur me vitaminën C dhe konsiderohet si fruti më shërues kundër proceseve inflamatore. Një ndër burimet kryesore të vitaminës B, kaliumit, fenoleve natyrale e të tjera. Por përveç forcimit të imunitetit, parandalohen gjithashtu edhe çrregullime shëndetësore, rekomandojnë ekspertët.